E falenderojmë Allahun, salavat dhe selam i dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tema e dytë që ka të bëjë me kursin rifillimi tek çështja e sehrit është se çysh duhet me mbrojt prej sehrit. Pika e parë është besimi i sakt në Allahun subhanahu wa taala. Nga se Allah subhanahu wa taala ka thonë ata cilët e besojnë Allahun azza wa jall edhe nuk e përzin imanin e tyne me padrejtësi, nuk e përzin imanin e tyne me shirk, nuk e përzin me ortakri prandaj Allahut, as me bidate e as me gjinoa. Thot Allahu, këtyne ju takon siguria. Pro këtyne ju jep Allahu subhanahu wa taala njëtin e tyne siguri. Edhe janë qetë njëtin cilën e bojnë, edhe i runë Allahu subhanahu wa taala. Edhe këta janë ata cilët janë të udhëzumtit. E dyta është namazi dhe rutja e tij. Nga se kjo është një prej burujave që bëhet karshi shejtanëve e gjendëve kundër sehrit. Këtë aspekt i ndihmon shumë robën, për arsye se ka argumente të shumta të cilat flasin për tyne se ai i cili e fol namazin e sabahut, Allah subhanahu wa taala këto e fut në mbrojtjen e tij. Një prej kuptimeve të këtij hadithit është që duhet me fol me xhamat namazin e sabahut. Po ashtu edhe Allah subhanahu wa taala e ka cek se namazi e ndalën robën prej veprave të cilat janë të shëmtuara. E që këtu vepra janë ato të cilat i dojnë shejtanët edhe e gjendë. Pra e para, besimi i sakt, e dyta është namazi dhe rutja e tij. E treta është leximi i Kur'anit. Që ka ardhur hadith sakt pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se në atë shtëpi ku lexohet pe surës Baqara nuk munden me hyj atë shejtant për 3 ditë edhe për 3 natë. Por sa herë që 3 për 3 leximi i surës Baqara, Allah subhanahu wa taala këtë shpjeron pe ndikimit të shejtanëve edhe të gjendëve. E katërta është duat apo lutjet cilat kanë ardhur sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Cilat janë lutjet e mëngjesit, pra adhkaru sabah, janë adhkaru al-masa, lutjet apo duat që ka thonë pejgamberi sa se mbrome, edhe lutjet para xhumit. Duhet me kuptuar robi sakt nevojën e madhe që e ka për to. Nga se na vet nuk mundum me eru veten tonë prej armikut tonë, sepse kështu i bjen që na po pështetëm veten tonë. Mirë po na duhet me pos gjithmonë parim që mbrojtjen tek Allahu subhanahu wa taala për armikut tonë, këtë rast janë shejtanët edhe e gjendë, edhe keqdashësit, edhe sehirbast, edhe magjistorët, e kërkojnë mbrojtjen tek Allahu subhanahu wa taala, jo tek vetet tona. Për këtë arsye janë lutje që duhet me thonë mëngjes, mas namazit sabahut, përmes cilave janë shkak që Allah më na mbrojt neve deri mbromje. Pastaj kur ti thujna mbromje, janë shkak që më na ruaj Allah subhanahu wa taala deri nesër mëngjes. Edhe para xhumit, njëri kur bjen me fletë dhe me pushu, është i ekspozum ndaj lëndimeve ndryshme që mund të marrë për shejtanëve dhe gjeve. Mirë po kur e kryen dhikrin, që dohet me thonë edhe me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me ro me flet me abdes, me lexu ajetul kursi, edhe lutje deri në fund që kanë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu ai hin në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala deri në mëngjes. Tjetra është që duhet me pos kujdes për sehirbazëve, edhe për magjistorëve. Edhe nuk duhet me marr këtë punë thjesht. Por kur e kena përmend shenjat e magjistorit, edhe që shë kena cek, nuk do me thonë se veç me këtu shenja është magjistor, për derisa do është mu konsultu me dikën për gjëllorve edhe njerëzve dijes, mirë po është e mjaftueshme që ti mu ru për ti. Qysh me ru për ti, nuk do është mu afru të kaj. Një person i cili ka shenja që kena përmen. E dyta është, nuk do është me lexu për i librave të magjisë që ai t'i jep, ose kush do kuft. Nuk do është me fut veten këto tema. E treta është,
Nuk dosh mu mirëcu me këta njerëz, edhe me konë pjesë e ditës tonë që të rrën me ta. Me gjithë intrigat, me gjithë pështjellimit ata që t'i bojnë, me gjithë mrekullit, thujza që dojnë ata me t'i kallëzu për veten e tyne, nuk dosh që ti mu mirëcu me ta. Edhe nuk dosh me morë për meq, as për shok, as nuk dosh me morë për tyne me hongër ose me pi. Do të me posë shumë rëndësini të në tonë kjo punë. Për derisa dyshën të një person që ka cilësi caktume, nuk dosh me morë për ti kur gjë, as nuk dosh me nejtë të aj, as nuk dosh me i besu ati që ka thëtë. E rodhës është largimi për gjinohëve. Për arsye se Allah subhanahu wa ta'ala e ka përmen që kur robi është në një vështirësi, Allah azza wa jall i bën rrugëzidhja atij për derisa ai e ka frikë Allahun azza wa jall. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kush ka frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, Allahu i bën atij rrugëzidhje për çdo problemi që ka. E dietarët e tefsirit kur e shpjegojnë këtë ajet, është një degë ose një metodë e shpjegimit të ajeteve që quhet mefhumul mukhalefa, që ka për qëllim kuptimi i kundërt i ajetit. Por janë dy njerëz për me kuptu thjesht. Njoni është sprovu me seher, edhe tjetri është sprovu me seher. Këti Allah subhanahu wa ta'ala të porit është të ndihmu që me e kalu sprovën cilën është, cila është arsyeja, sepse kjo është të pos frikë Allahut, të rupi gjinohet. Tjetri nuk është duke kalu sprovën cilën është, për arsye se halo nuk ka hek dur për gjinohet. Andaj kjo është rëndësia që me pos kujdes mu rupi gjinoheve, mos mi mor ato të vogla. Edhe fundit është që do të mja kushtu vëmendjen disa gjallave cilat nuk jenë të rastishme. Jo me bo veti vezvese, po do të mi mor ato si shenja që mu mor ti me vetën tonë dhe me familjen tonë. Si që është për shembull me gjetë ujë të spërkotën ose gjak para shtëpis, ose me gjetë vazhdimisht vezë para shtëpis, ose në kerr, ose në dhomën e gjumit, ose me gjetë gjonat çuditshme, cilat nuk janë normale, cilat janë të vazhdueshme. Nuk bën me thonë këtu janë veç vezvese dhe pi largoj. Këtu janë shenja që ti mu mirë me tu. Jo me posi diçka e cila s'mundet me mu kalu, po duhet mu kthy te vetja. Ajo mëne të e pos besimin në rregull në Allahun. Ajo të e fol namazin ç'është dot. A është të lexu në shtëpinë teme Kur'an? A janë të u kry lutjet e mëngjesit, lutjet e mbromjes, dhikri para fjetjes? A jena të uru për gjinoheve? Edhe mi kushtu do me thonë në si këtyne në fund. A i lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që me na ru neve edhe gjithë muslimant pej sehrit, me na mundësum me kuptu që na nuk kena as forcë, as nuk mundu me ndryshu kur gjë, është Allah subhanahu wa ta'ala i cili neve na run, edhe është Allahu veç ai, i cili mundet me shëru gjithë të smut.